E parë që bëni diçka për dikë, krijoni mirënjohje tek ai. Herën e dytë që bëni ose i jepni dikujt, ju krijoni pritje. Personi pret të marrë përsëri. Herën e tretë, ju keni krijuar tashmë një pritshmëri. Personi pret të marrë përsëri atë që i keni dhënë. Herën e katërt, gjeneron një merit. Personi mendon se e meriton atë që po i jepni dhe dëshiron të vazhdoj ta marrë. Herën e pestë, që tashmë keni krijuar një varësi, ai person ndjen se nuk mund të jetoj më mirë pa atë që po i jepni. Ai tashmë është llastuar. Herën e gjashtë, që kupton se nuk ka reciprocitet, nuk merr asgjë në këmbim dhe ndalon se dhoni, ai personi i llastuar që e krijove inatoset, sepse po ja mohoni atë që ka aq shumë nevojë. Më pas, ai përfundon duke ju urryer, sepse ju keni ndaluar t'i jepni atë që e keni bërë të besoj se e meritonte. Prandaj, për këtë arsye, duhet ta dim se cili është kufiri për dhënje, nga se ai tjetri nuk njeh kufi në marrje. Faleminderit shumë, zonja. Para se të paralajmëroj temën e përzgjedhur për sonte, më lejoni që ta bëj një rikujtim të rëndësishëm. Maji është muaji i ndërgjegjësimit për shëndetin mendor, një periudhë e dedikuar për të folur hapur për mirëqenien mendore, për të thyer stigmat dhe për të kujtuar rëndësinë e kujdesit për veten dhe njëri tjetrin. Në Libero kemi trajtuar dhe vazhdojmë të trajtojmë tematika që lidhen me shëndetin mendor. Edhe pse ky muaj thuajse kaloi, kujdesi për shëndetin mendor duhet të jetë i përditshëm. Prandaj na takon që ta mbajmë këtë vetdije gjallë gjatë gjithë vitit. E ndërkohë t'i kthehemi temës për sonte. Përjetimet e dhimbshme gjatë fëmijërisë, të njohura si trauma të fëmijërisë, mund të përfshin abuzim fizik, emocional apo seksual, neglizhencë ose rritje në ambient të pasigurt emocionalisht. Këto përvoja mund të lënë gjurmë të thella në zhvillimin emocional dhe psikologjik të individit, duke ndikuar në mënyrën se si e percepton veten, të tjerët dhe botën përreth. Kur këto plagë mbesin të pasgjidhura, ato shpesh manifestohen në marrëdhëniet që krijojmë me jetën e të rriturit. Për këto do të flasim sonte me profesioniste të fushës. I mirëpres në studio Blerta Ferizi Kastratin, Edlira Jajaga Kçikun, Besarta Fazliu Shatrin dhe Flaka Yme.